Përshëndetje për të gjithë. Jam vërtet I lumtur që sot do të jemi bashkë dhe do të ndajmë disa momente diskutimit të përbashkët për gjykatën kushtetuese, për rolin dhe funksionet e gjykatës kushtetuese në shtetin tonë, në shoqërinë tonë dhe në sistemin tonë juridik. Ju jeni student fakultetit juridik, student të drejtësisë, jurist të ardhshëm të Republikës së Kosovës. Uroj që karriera juaj të jetë një karrierë e suksesshme, që ju të ndiheni të përmbushur profesionalisht në të ardhmen tuaj dhe uroj që në një të ardhme jo të largët secili prej jush të shërbej si jurist aty ku ai apo ajo dëshiron përfshi edhe shërbimin në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës si jurist të shkëlqyer që ju do të jeni në të ardhmen. Urdhroni. Unë doja me ditë kryetar, sepse është e rëndësishme vendi ynë me pas një gjykatë kushtetuese, edhe po ashtu pse simbolikisht quhet gardiane e kushtetutës. Ju e keni parasysh që Republika e Kosovës është një shtet I ri. Si shtet I ri do të thotë sistemi ynë edhe institucional edhe juridik është produkt edhe I rrethanave historike e politike, por fatmirësisht edhe I praktikave më të mira të demokracive perëndimore. Tash këto praktika ne na kanë mësuar që kushtetuta do të thotë në aspektin formal njihet apo definohet si një akt juridik me të cilin rregullohet organizimi sociopolitik I një shteti dhe një shoqërie, ndërsa në aspektin substancial kushtetuta përcakton kompetencat e autoriteteve publike, rregullon marrëdhëniet ndërmjet këtyre autoriteteve publike dhe po ashtu, dhe që është paq e rëndësishme, rregullon edhe marrëdhëniet ndërmjet autoriteteve publike dhe individëve në shtetin tonë. Pra, kushtetuta e Republikës së Kosovës si akt juridik ka ndërtuar një sistem kushtetues I cili mbështetet mbi vlera dhe parimet themelore si demokracia, të drejtat e njerëzit, ndarja e pushteteve dhe balanci I tyre, sundimi I ligjit, të drejtat e komuniteteve, ekonomia e tregut, barazia dhe mosdiskriminimi e të tjera. Ju e dini që kushtetuta përcakton kompetencat e pushteteve klasike, që janë legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori, dhe po ashtu përcakton edhe rolin e presidentit dhe kompetencat e presidentit, rolin e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe po ashtu rolin dhe mandatin e gjykatës kushtetuese. Kushtetuta gjykatës kushtetuese I ka besu rolin e, si të themi, gardianit të kushtetueshmërisë dhe gardianit të mbrojtjes të drejtave dhe lirive të njeriut, që nënkupton se sa herë që ngriten çështje ku shtrohet çështja e kushtetueshmërisë së një ligji apo të një akti të një autoriteti publik, atëherë është gjykata kushtetuese ajo që duhet të vendosë, do të thotë, në lidhje me atë çështje dhe të përcaktoj se çfarë duhet të ndodhë. Është me rëndësi ta themi se nuk është detyrë vetëm e gjykatës kushtetuese do të thotë që t'i mbrojë të drejtat e njerëzit. Është detyrë gjitha institucioneve publike apo autoriteteve publike në Republikën e Kosovës që gjatë punës së tyre t'i mbrojnë të drejtat e njerëzit dhe t'i respektojnë ato, si dhe po ashtu është detyrë gjithave që të veprojnë brenda autorizimeve të cilat u jap kushtetuta. Mirë, po kur një çështje bëhet objekt interpretimi apo diskutimi, atëherë është roli I gjykatës kushtetuese si autoritet përfundimtar që të thotë fjalën e saj në lidhje me atë çështje. Edhe një çështje në kuptim të kësaj duhet të kemi parasysh që kushtetuta jonë e ka përbrendësuar në sistemin tonë juridik Konventin Evropiane për të drejtat e njerëzit dhe protokollet e saj shtesë, si dhe një varg instrumentesh të tjera ndërkombëtare
të cilave do të thotë në kuptim të hierarkisë së normave juridike u ka dhënë fuqinë mbizotruese në raport me normat përkatësisht ligjet të cilat i miraton Kuvendi i Kosovës. Dhe për gjitha këto, natyrisht, është detyrë e gjykatës kushtetuese që të përkujdeset që ato të zbatohen dhe të respektohen. Mu po më intereson të di se si bëhet zgjedhja e gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese dhe pse në fillimet e saj gjykata përbëhet edhe nga gjyqtarët ndërkombëtar. Përbërja e gjykatës kushtetuese është e përcaktuar qartësisht me dispozitat e kushtetutës. Siç e dini, gjykata kushtetuese përbëhet prej 9 gjyqtarëve, të cilët votohen nga Kuvendi i Kosovës dhe pastaj i propozohen presidentes apo presidentit për emrim. 7 prej gjyqtarëve të cilët i propozon apo zgjedhen nga radhat e shumicës duhet të votohen nga 2/3 e deputetëve të Kuvendit të cilët janë të pranishëm dhe votojnë. Ndërsa sa ju përket 2 antarëve të tjerë, përkatësisht 2 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, është një procedurë pak më ndryshe. Ata duhet të marrin votën e shumicës deputetëve të Kuvendit që janë të pranishëm dhe që votojnë, por vetëm pasi të jetë dhënë pëlqimi përkatësisht miratimi i shumicës deputetëve të cilët përfaqësojnë komunitetet sipas përfaqësimit të garantuar në Kuvendin e Kosovës. Është e vërtetë që në fillet e saj gjykata kushtetuese ka pasur në përbërjen e saj gjyqtar ndërkombëtar. Bëhet fjalë për një periudhë tranzitore. 3 gjyqtar nga përbërja e parë kanë qenë gjyqtar ndërkombëtar, të cilët atë kohë janë emëruar nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar në konsult me kryetarin e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Mendoj që ka qenë shumë pozitive që në përbërjen e parë të gjykatës kanë qenë ata 3 gjyqtarë ndërkombëtar, për arsye se janë mbartur përvoja. 2 nga gjyqtarë ndërkombëtar kanë qenë nga vende të sistemit ton juridik kontinental, njëri ka qenë nga sistemi juridik që ne e quajmë anglosakson, common law, dhe njëra nga gjyqtarët që ka shërbyer po ashtu ka pas një përvojë të vyer në fushën e të drejtave të njeriut, nga se në karrierën e mëhershme ka shërbyer edhe si gjyqtare në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Mendoj që përbërja e parë e gjykatës kushtetuese ka bartur mbi vete një barë shumë të madhe dhe ajo barë do të thotë ka konsistuar në 2 aspekte. E para ka të bëjë me vënien e gurthemeleve të gjyqësisë kushtetuese në Republikën e Kosovës dhe e dyta me etablimin e gjykatës kushtetuese si një autoritet në një sistem juridik në ndërtim e sipër në një shtet të ri. Unë jam interesuar të di se cili është funksioni i gjykatës kushtetuese dhe kush përcakton kompetencat e saj. Kemi të gjithë parasysh që burim i çdo kompetence të një autoriteti publik në sistemin ton është kushtetuta. E përmenda edhe më herët që kushtetuta është ajo që përcakton detyrat, përkatësisht përgjegjësitë apo kompetencat e një institucioni publik dhe edhe të gjykatës kushtetuese. Pra, kushtetuta i ka përcaktuar gjykatës kushtetuese rolin që të jetë autoriteti përfundimtar në interpretimin e kushtetutës në Republikën e Kosovës dhe pashtu edhe rolin që të bëjë kontrollin e kushtetutshmërisë së ligjeve dhe akteve tjera të autoriteteve publike në Republikën e Kosovës. Ajo që është me rëndësi ta theksoj se gjykata kushtetuese
nuk mund të ushtroj funksionin e saj përmes ndërmarrjes së veprimeve ex officio apo sipas detyrës zyrtare. Për të vu në funksion gjykata kushtetuese, gjithherë është e nevojshme që asaj t'i drejtohen palët e autorizuara siç e përcakton kushtetuta. Kush mund të parashtroj kërkesë para gjykatës kushtetuese dhe a munden individët të drejtohen drejt për drejt në gjykatë, pa ju drejtuar paraprakisht gjykatave të niveleve tjera? Gjykata nuk mund të aktivizohet vetvetiu, por duhet të jetë një palë autorizuar që duhet të drejtohet gjykatës lidhur me një çështje që ka të bëjë me kontrollin kushtetues. Kushtetuta do të thotë përcakton cilat janë palët e autorizuara dhe çfarë aktesh përkatësisht ligjesh apo vendimesh të autoriteteve publike mund të kontestojnë palët e autorizuara. Sa i përket çështjes kushtetueshmërisë ligjeve, të dekreteve të presidentit apo të rregulloreve të qeverisë, kushtetuta përcakton si palë të autorizuara kuvendin, përkatësisht 1/4 e deputetëve të kuvendit mund të kontestojnë këto akte në gjykatë kushtetuese dhe këto palë pra mund të kontestojnë apo të ngrenë në gjykatë kushtetuese edhe çështjen e kushtetueshmërisë statuteve të komunave. Ndërsa janë një grupi çështjeve të tjera që mund ta ngrejnë në gjykatë kushtetuese kuvendi, presidentja apo presidenti dhe qeveria dhe këto janë çështje të cilat lidhen do të thotë me konfliktin e kompetencave, pra ndërmjet autoriteteve publike, çështjet që kanë të bëjnë me kushtetueshmërinë e një referendumi, çështje që mund të lidhen me përputhshmërinë me kushtetutën të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme apo të masave që janë ndërmarrë në kuadër të një gjendje të jashtëzakonshme. Po ashtu mund të ngritet çështja e përputhshmërisë së një amendamenti apo amendamenteve kushtetuese me detyrimet ndërkombëtare që Republika e Kosovës ka marrë mbi bazën e marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga kuvendi, si dhe mund të ngritet edhe çështja e kushtetueshmërisë zgjedhjeve për kuvendin. Komunat po ashtu mund të jenë parashtrues apo palë autorizuar në gjykatën kushtetuese dhe ato mund të paraqiten do të thotë si palë të autorizuara mbi 2 baza, pra të kontestojnë një ligj kuvendi apo një vendim qeverie, me të cilin ato besojnë apo mund të argumentojnë se janë cënuar kompetencat komunale, apo me të cilin janë zvogluar të hyrat komunale. Kur jemi tek pushtetet lokale si palë të autorizuara, para gjykatës më duhet të përmend edhe një çështje tjetër që lidhet me kompetencën e nënkryetarit të komunave, ku komunitetet në komunat me 10% të pjesëtarëve të komuniteteve jo shumit kanë të drejtën e përfaqësimit në komunë me funksionin e nënkryetarit të komunës. Kushtetuta nënkryetarit të komunës në këto raste i jap të drejtën e qasjes direkte në gjykatë kushtetuese për kontestimin e vendimeve të kuvendeve komunale të cilat apo me të cilat beson apo vlerëson se janë cënuar të drejtat kushtetuese të komuniteteve jo shumicë. Kemi edhe atë që e quajmë kontroll preventiv, do të thotë para se një ligj apo një vendim kuvendit të hyjë në fuqi, dhe në këto raste palë autorizuar janë të pak 10 deputetët të kuvendit, të cilët në gjykat mund të kontestojë një ligj apo një vendim qoftë në aspektin përmbajtësor apo procedural. Çështjen e shkeljes i përkatësisht të shkeljeve serioze të kushtetuesës nga presidenti mund të paraqesin të paktën 30 deputet të kuvendit,
Ndërsa gjykatat e rregullta autorizohen, do të thotë që të referojnë në çështje të kontrollit incidental që e quajmë. Pra, në qoftë se gjykatat e rregullta gjatë punës së tyre, gjatë zgjidhjes në procedurë të një rasti konkret vinë në dilemë rreth kushtetutshmërisë së normës të ndonjë norme konkrete të ligjit, atëherë ato i drejtohen gjykatës kushtetuese, edhe për faktin se do të thotë një normë e tillë apo një ligj i tillë mund të jetë i rëndësishëm për vendimarrjen në rastin specifik. Sa i përket palëve të autorizuara, po ashtu kushtetuta autorizon, është një autorizim kështu si them detyrues, kryetarin e kuvendit që amendamentet e propozuara kushtetuese, para se ato të miratohen, t'i dërgojnë në gjykatë kushtetuese për t'u vlerësuar nëse të njëjtat mund të paksojnë të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me kushtetut. Kushtetuta jon autorizon individet që t'i drejtohen gjykatës kushtetuese, por një individ mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese vetëm pasi t'i ketë shtërruar mjetet juridike të përcaktuara me ligjet përkatëse. Mendoj që ky standardi i shtërrimit është standard që aplikohet në secilin sistem ku ankesa kushtetuese është e lejuar për individet. Dhe po ashtu, kjo është edhe në përputhje me kërkesat e parimit të subsidiaritetit. Por gjithsesi do të thotë individet kanë të drejtë të drejtohen gjykatës kushtetuese dhe të kërkojnë apo të argumentojnë, të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre, por në mënyrë të argumentuar. Çfarë rastesh trajton më së shpejti gjykata kushtetuese dhe a mund të na tregoni se cilat janë disa prej vendimeve kryesore që ka marrë kjo gjykatë? Mund ta kuptoni se janë dy lloj natyrash kërkesash që gjykata trajton, do të thotë janë kërkesat e natyrës institucionale dhe kërkesat e natyrës individuale. Kërkesat e natyrës institucionale lidhen pra me vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjeve apo të akteve të tjera të cilat kontestohen para gjykatës, pra çështjet e kontrollit kushtetues, që mund të jenë çështjet e kontrollit abstrakt, incidental, konkret, preventive tjera, dhe që kërkesat e kësaj natyre nga viti në vit ka marrur gjithnjë e më shumë dhe janë në rritje, sidomos edhe viteve të fundit. Ka një numër të madh të kësaj natyre që gjykata ka vendosur dhe që janë shumë të rëndësishme për vendin edhe në kuptimin e demokracisë dhe të funksionimit të jetës institucionale në Republikën e Kosovës, që lidhen me definimin e procedurave për zgjedhjen e presidentit të Republikës, çështje që lidhen me caktimin e mandatarit të zgjedhjen e qeverisë, qoftë pas zgjedhjeve apo pas ushtrimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, apo edhe çështje që lidhen me votimin e pasuksesshëm dhe pasojave që prodhohen nga një votim i pasuksesshëm i qeverisë në kuvend, çështje që lidhen me imunitetin e zyrtarëve të lartë publik, pastaj çështje që lidhen me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe konstituimin e kuvendit pas zgjedhjeve. Këtu pastaj hyn edhe kontrolli i kushtetutshmërisë një gamë ligjesh, qoftë ligji për pagat në sektorin publik, për zyrtarët publik, për skemat pensionale të financuara nga shteti e tjera. Po ashtu vendimi ta zënë për shkarkimin kolektiv të anëtarëve të bordit të transmetuesit publik, përkatësisht Radio Televizionit Kosovës e tjera.
Në kuptim të kërkesave individuale, do të thotë kërkesave të parashtruara përmes ankesës kushtetuese, po ashtu gjykata ka vendosur një numër të madh të rasteve gjatë këtyre viteve të ekzistencës së saj dhe ku gjykata do të ka afirmuar mbrojtjen efektive të drejtave të garantuara me kushtetutën tonë, përfshit azëm drejtën për jetë, detyrimet pozitive të shtetit për parandalimin e shkeljes, përkatësisht mbrojtjen e drejtës në jetë në raste që lidhen edhe me dhunën në familje dhe me detyrimet që dalin nga konventa e Stambollit, çështje që lidhen me drejtën për liri dhe siguri, me gjykimin e drejtë dhe të paanshëm, përfshi aspektet që kanë të bëjnë me çështjet e gjykuara, me gjykatën e themeluar me ligj, me gjykimin kohë të arsyeshme, divergjencën praktikën gjyqësore, çështje që lidhen me kontradiktoritetin dhe barazinë e armëve, një procedurë gjyqësore, çështje që lidhen me administrimin e provave në procedurë penale e aspekte tjera, po ashtu raste të ndërlidhura me të drejtën jetën private dhe familjare, çështje të lidhura me drejtat pronësore, me drejtat zgjedhore, kështu. Pyetja ime është pse duhet të respektohen vendimet e Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit nga gjykatat vendore dhe a munden qytetarët e Republikës Kosovës që të ankimojnë vendimet e Gjykatës kushtetuese pranë Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit? Sipas kushtetutës, Konventa Evropiane për drejtat e njerëzit dhe protokollet e saj janë pjesë e sistemit tonë juridik. Për më tepër, do të thotë kushtetuta ka vënë edhe një detyrim shtesë për autoritetet publike në Republikën e Kosovës, përfshi gjykatat dhe edhe gjykatën kushtetuese, që kur është në pyetje çështja e interpretimit të drejtave të njerëzit, kjo të bëhet në përputhshmëri me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit, përkatësisht Gjykatës Strasburgut. Ne në pakt kemi vërejtur që gjithnjë më shumë edhe vendimet e gjykatave të rregullta që shpeshherë kontestohen para nesh, në arsyetimet e tyre përmbajnë do të thotë referenca në praktikën e Strasburgut dhe mendoj që kjo është një indikacion shumë pozitiv që tregon për rritjen e cilësisë vendimeve gjyqësore të mirë arsyetuara dhe profesionale. Në anën tjetër, ne do të thotë gjykata kushtetuese në vendimet që ne marrim do të thotë në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike I referohemi praktikës relevante, parimeve dhe standardeve të etabluara në praktikën gjyqësore të Gjykatës së Strasburgut. Mendoj që kjo është një element me rëndësi, pas parasysh edhe aspektin që ju përmendët të drejtën e aksesit në Gjykatën Evropiane, që për fat të keq do të thotë Kosova derisa të bëhet pjesë e Këshillit të Europës, qytetarët e saj nuk do të mund të kenë qasje në Gjykatën e Strasburgut. Sidoqoftë do të thotë ne në gjykatë kushtetuese që nga themelimi I gjykatës deri më tani do të thotë me shumë përkushtim dhe me shumë profesionalizëm përpiqemi në vazhdimsi që parimet dhe standardet të cilat janë të konsoliduara dhe që aplikohen nga gjykata e Strasburgut të aplikohen edhe në sistemin tonë dhe besojmë që gradualisht kjo frym do të përshkojë gjithë punën vendimarrëse në sistemin tonë juridik. Poštovani predsjedniče, gospodine Redžepi, kao diplomirani pravnik I student master akademskih studija, zanima me da vas pitam da li pripadnici nevećinskih zajednica na Kosovu
podnose žalbe Ustavnom sudu i u kojoj meri su zastupljeni među zaposlenima u sudu? Hvala. Hvala na pitanju. Po, do të thotë e para e përmenda kur biseduam për mënyrën e zgjedhjes së gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese që në përbërjen e gjykatës janë 2 gjyqtarë të cilët përfaqësojnë komunitetet jo shumicë dhe zgjedhen gjithherë me pëlqimin e shumicës së përfaqësuesve të këtyre komuniteteve në kuvendin e Kosovës. Përveç këtyre, do të thotë në gjykatën kushtetuese ka të punësuar edhe të tjerë nga radhët e komuniteteve jo shumicë, ndërsa e para do të them që gjykata kushtetuese e Kosovës është e Kosovës dhe është e gjithë qytetarëve të saj dhe gjithë kanë të drejtë në përputhje me kërkesat formale të parashtrojnë kërkesë në gjykatën kushtetuese dhe natyrisht prej themelimit të saj përfaqësues të komuniteteve jo shumicë kanë parashtruar kërkesa në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese ka vendosur raste edhe të rëndësishme, edhe të ndjeshme që lidhen me të drejtat e komuniteteve jo shumicë. Dhe këtë pikpamje këtu do të veçoja edhe rastin që e quajmë e logos apo të emblemës komunës Prizrenit, në rastin gjykata kushtetuese ka vendosur mbi bazën e kërkesës nën kryetarit të komunës nga radhat e përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë dhe po ashtu rasti i manastirit Deçanit. Përveç këtyre ka do të thotë raste të tjera standarde për të drejta të tjera që përmenda edhe më herët, qoftë lidhura me drejtën gjykim drejt dhe të panshëm, qoftë në lidhje me drejtën për liri dhe siguri, qoftë në çështje pronësore, drejta zgjedhore e të tjera, ku do të thotë në vazhdimsi ka patur dhe besoj do të ketë përfaqësues përkatësisht parashtruese nga komunitetet jo shumicë që jetojnë në Kosovë. A bashkëpunon gjykata kushtetuese e Kosovës me gjykatat kushtetuese të vendeve tjera apo dhe me institucione të tjera? Prej themelimit të saj, gjykata kushtetuese i ka kushtuar një kujdes të posaçëm bashkëpunimit me gjykatat kushtetuese të vendeve tjera, përkatësisht gjykatave si Motra dhe po ashtu edhe pjesëmarrjes dhe antarësimit në forume ndërkombëtare dhe konferenca profesionale. Mund të them kështu pa më dyshje që gjykata kushtetuese ka relacione shumë të afërta me gjykatat tjera edhe në rajon, edhe në Evropë dhe përtej. Gjykata jonë kushtetuese është antare themeluese e forumit të gjykatave kushtetuese ballkanike, së bashku me gjykatat kushtetuese të Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Turqisë. Gjykata kushtetuese po ashtu është antare e konferencës së gjykatave kushtetuese të Europës që nga fund shkurti këtij viti. Këto pra janë forume profesionale ku diskutohen idetë dhe përvojat përkatësisht praktikat e gjyqësisë kushtetuese. Gjykata kushtetuese po ashtu është antare e konferencës drejtësisë kushtetuese botërore dhe po ashtu është antare e forumit Komisionit të Venecias. Është antare shumë aktive e forumit të Komisionit të Venecias, për çka Komisioni i Venecias ka dhënë edhe mirënjohje për gjykatën tonë, po ashtu jemi kandidat për të bërë antar të asociacionit të gjykatave kushtetuese frankofone. Është një proces i gjatë, por që është, do të thotë, duke u zhvilluar. Kështu që mund të them pa më dyshje se kjo tregon edhe për besimin
edhe për respektin që këto forume gëzojnë për gjykatën tonë kushtetuese, po ashtu do të thotë për mirënjohjen që ato i bëjnë punës kredibile dhe profesionale të gjykatës kushtetuese në përmbushjen e mandatit të saj kushtetues. Shpresoj që ky bashkëbisedimi yni do të vazhdoj. Shpresoj që ju jeni nda të kënaqur nga ky bashkëbisedim. Ka qenë informues për ju dhe për gjithë ata të cilët kanë dëshirë të dinë më shumë për punën e gjykatës kushtetuese dhe edhe njëherë ju dëshiroj më të mirat në karrierën tuaj profesionale.